Të flasim tani për një lajm tjetër, mjaft shqetësues. Shpenzënuni, një 22 vjeçar nga Kaqaniku, ka humbur jetën si pasojë e komplikimeve shëndetësore që sipas burimeve familjare dyshohet të jenë shkaktuar nga një ndërhyrje kirurgjikale në lokth e kryer rreth 2 javë më parë në Turqi për trajtimin e mbipeshës. Ndërkohë ka qenë Bujar Vitia, gazetari i shëndetësisë, i cili ka ngrit alarmin sa i përket këtij operimi. Gjitha do t'i mësojmë përmes kësaj lidhje direkte. Bujar, nëse po më dëgjon, mirë se vjen në Kosova Live. Po, Ajna, faleminderit për ftesën. Pra kemi dëgjuar shumë shpesh dëshirën e shumë të rinjve, themi kështu, por edhe personave tjerë për këtë intervenim, pasi që do dukeshin më mirë fizikisht apo për shkak të problemeve shëndetësore që kanë pas. Megjithatë, ka disa rregulla, ka disa themi kështu procedura paraprake që duhet diskutohen dhe pikërisht për këtë keni ngrihet edhe alarm. Nëse mund të flasim sa i përket kësaj. Po, Ajna, për këtë operacion, realisht për prerjen e luksit ose zvogëlimin e luksit, gastric sleeve, siç njihet edhe në shëndetësi në mjeksi, realisht janë disa indikacione rigoroze, të cilat duhet respektohen domosdoshmërisht para se t'i nënshtrohet pacienti këtij operacioni. Fatkeqësisht, më më thonë me bindje se këto indikacione ndonjëherë nuk respektohen, sidomos në disa institucione private në shtetin e Turqisë, për shkak se atje është shumë i zhvilluar turizmi shëndetësor dhe nganjëherë për çështje financiare, interesa materiale, indikacionet edhe mund të anashkalohen dhe t'i nënshtrohen pacientët këtij operacioni, ndoshta edhe duke rrezikuar jetën e pacientit. Në rastin për cilin po flasim, të ndjerim tashmë e ka kryer këtë operacion para disa jave, është mbajt vetëm një natë në këtë institucion spitalor, e që unë besoj që nuk është e duhura për shkak se një operacion i tillë është konsiderohet si operacion i rëndë, është operacion invaziv dhe nuk besoj që pacienti mund t'i përballojë gjendjes duke u detyruar me udhëtu prej Turqisë me aeroplan nëpër aeroporte, duke i pas parasysh këto edhe infeksionet e mundshme. Gjithsesi, pacienti është mbajtur vetëm një natë, më pas para 2 ditësh ka kërkuar ndihmë në klinikën emergjente në Çllukë. Aty pastaj është trajtuar prej mjekëve, të nesërmën kanë tentuar edhe kirurgët abdominal me përmirësu gjendjen, por fatkeqësisht nuk kanë mujt. Kanë intervenuar edhe mjekimi intensiv qendror, cilët kanë bërë një punë të mjaft të madhe, janë angazhuar duke luftuar me vdekjen, por fatkeqësisht nuk i kanë mbijetuar gjendjes së rëndë shëndetësore. Sepse në fillim Bujar natyrisht u raportua që pas një intervenimi pa e qartësuar ka ndëruar jetë, në tjetrën anë pati raportim që edhe gjyshja e tij fatkeqësisht ka ndëruar jetë në të njëjtën ditë pas këtij lajmi, që është në fakt janë 2 lajme shumë dëmshme për këtë familje. Megjithatë, me sa po kuptoj Bujar, ju po thoni që spitalet atje nuk po e kryen punën si duhet, sepse natyrisht pas një intervenimi të tillë, pacienti duhet pushoj, duhet të jetë në kontrollën e mjekëve atje për disa ditë që të shikojnë se ndoshta ka edhe një infeksion. Por si duhet ta dinë qytetarët, si duhet i marrin këto informacione, ose si duhet dallojnë se cili spital ndoshta edhe është i duhuri për ta kryer këtë intervenim? Këtu është problemi, Ajda, këtë çështje e kam ngritur edhe unë, edhe po them se pacientët, si më thonë, janë 3 gabime ose 3 çështje që duhet ngritën te këto raste. E para është se pacientët duhet informohen mirë para se t'i nënshtrohen një operacioni jashtë Kosovës, sidomos në shtete si Turqia. Ka raste kur janë akute, janë urgjente, kërkojnë intervenim të menjëhershëm dhe, si më thonë, pacientët ose familjarët e tyre nuk e kanë luksin e kohës për me zgjedhë dhe për me i shiku opsionet që i kanë. Mirë po, rastet e ngjashme, ku, si më thonë, është operacion më tepër estetik se sa shëndetësor, mundet pacienti me marrë opsione, me marrë oferta, me shiku se cilat janë opsionet më të sigurta, cilat janë mjekët, cilat janë spitalet më të mira për me kryer këtë operacion. Pra, në këto raste, sidomos te gastric sleeve nuk duhet me pa ofertën
e materiale, pra ofertën e çmimit, nuk duhet me kanë çmimi, si më thon, prioritet, mirë, po duhet me kanë siguria e shërbimit. Në raste të tjera, çështje tjera që duhet me ngrit janë fletëzotimet të cilat i lëshon Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, i Ministrisë së Shëndetësisë për trajtimin e pacientëve jashtë vendit, aktualisht i pranon pothuajse vetëm Turqia. Pra një numër shumë i vogël i institucioneve në vendet e BE-s i pranojnë këto dokumente prej Kosovës. Dhe kjo është një problem tjetër që pacientët i detyron me shku në Turqi për shkak se s'kan mjete me pagu një institucion tjetër privat në ndonjë vend më të zhvilluar. Për shkak ofertave më të lira, sepse dhe e treta, pacientët duhet me pas kujdes, por edhe institucionet, sepse aktualisht në Kosovë po ndodh, si më thënë, një invazion i turizmit shëndetësor nga Turqia përmes zyrave që i hapin Kosovë, bëjnë marketing, sjellin mjek këtu në Kosovë për të bërë konsulta dhe kontrolla pa licencë për Ministrisë së Shëndetësisë, dhe si më thanë, po i rrezikojnë shëndetin e qytetarëve, pikërisht duke ndodhur raste të ngjashme sikurse rasti i Shtendit. Duke qenë gazetar në shëndetësi, themi kështu që e përcjell shëndetësinë kryesisht, ka raste të shpeshta që ndodhin, ka komplikime të shpeshta pikërisht nga kjo ndërhyrje? Fatkeqësisht po, dhe rastet e gastrikslive dhe balonit gastrik janë më të shpeshtat. Unë e di prej mjekëve, sidomos në klinikën e gastroenterologjisë, që plot pacientë që vendosin balon në luks në institucionet në Turqi, përfundojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës me komplikime, me infeksione, me gjendje të ndryshme të rëndume, pikërisht për shkak të trajtimit jo të dur, ose mos mbikëqyrje së dur nga këto institucione në Turqi. Sepse, siç e thamë edhe më herët, pacientët përveç se duhet me kryer intervenimin, duhet edhe me mbikëqyr, me monitoru gjendja e tyre prej mjekëve, prej spitalit, mirë po që fatkeqësisht kjo nuk po ndodh në këto raste. Po. Cilat janë informacionet e fundit, Bujar, çfarë ka raste tjera, çka duhet punohet më shumë, si është gjendja, themi kështu, në klinikat në QKK? Sigurisht që duhet me pas parasysh gjendjen e sektorit të shëndetësisë në Kosovë. Sigurisht që kritika e parë shkon tek Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria e Kosovës për të bërë më shumë, për të shtuar shërbime të reja, për të shtuar këto shërbime që mungojnë në Kosovë dhe pacientët po detyrohen me shku jashtë vendit. Po ashtu mbikëqyrja nga Inspektorati Shëndetësor duhet jetë më e rreptë. Ne kemi pas para një jave një bashkëpunim me Inspektoratin Shëndetësor, pikërisht një zyre e një spitali turk i cili sillte mjek këtu pa licencë dhe fatmirësisht Inspektorati intervenoi dhe u mbyll ajo zyre dhe po ashtu ju ndalua puna edhe mjekut që ishte pa licencë, mjekut nga Turqia. Por konsideroj që volumi i angazhimit të Inspektoratit Shëndetësor në këtë drejtim duhet të rritet sepse ka hapësirë për ma shumë punë. Mirë po, njëjtën kohë duhet me bëu një thirrje edhe tek qytetarët në mënyrë që të kujdesen për shëndetin e tyre, të shkojnë në adresa të sigurta ku duhet i kryejnë këto intervenime, sidomos intervenimet estetike, të cilat janë shtuar shumë kohë të fundit, dhe e bëj një thirrje kështu me bindje të plotë që intervenimet qoftë estetike, qoftë intervenime tjera, të cilat kryen në Kosovë, të pacientët të zgjedhin Kosovën, të zgjedhin institucionet tona, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat. Sepse unë mendoj që kemi mjek me ekspertizë shumë të mirë në Kosovë, të cilat i kryjnë këto intervenime dhe nuk ka nevojë me shku në vende tjera, vendet si Turqia, dhe t'ju rrezikohet jeta e tyre. Po, sidomos Bujar, kur jemi tek këto ndërhyrjet estetike, që tashmë janë shumë në trend, edhe sa i përket botoksit, fillerave, që pati dhe një diskutim, arriti përfundimisht bëhet një rregullim i tregut nga Ministria e Shëndetësisë, si qëndron tani për tani? Jo, fatkeqësisht ende jo. Problemi tek botoksi dhe filleri është sepse po importohet në Kosovë jashtëligjshëm, sepse botoksi është produkt medicinal edhe duhet regjistrohet në Agjencionin e Produkteve Medicinale të Kosovës dhe me marrë autorizim marketingun, pastaj me u leju importi i tij. Në Kosovë botoksi ka për drejtën të qetë, mirë po asnjë nga distributorët farmaceutik nuk e ka të regjistruar
në APPM, që i bie se është duke ardhur jashtëligjshëm në vendin tonë. Dhe në anën tjetër, kemi profesionistë të ndryshëm, dhe jo vetëm profesionistë, por mund të thonë edhe persona të ndryshëm që nuk janë profesionistë fare, që të bëjnë aplikimin e këtyre dy materialeve e që mund të rrezikojnë jo vetëm shëndetin, por ndonjëherë edhe jetën, sepse persona të cilat nuk kanë background mjekësor me apliku botoksin i bie potencialisht me rreziku jetën e një pacienti. Prandaj edhe këtu Ministria e Shëndetësisë duhet ta definojë qartë se kush mundet me i përdorë. Po pra, se lanë shumë pikpyetje, sepse ishte një email që i shkoi të gjithëve, pastaj edhe nga këto biseda që kemi pas në studio, pastaj është tërheq ai vendim nga Ministria e Shëndetësisë. Pra ende nuk ka diçka definitive sa i përket kësaj, me sa kuptoj. Jo, nuk ka definitive, sepse pas atij njoftimi që bëri Ministria e Shëndetësisë, pati plot ankesa sepse nuk i kishte përfshirë gjitha profilet mjekësore të cilat mund ta bëjnë aplikimin e botoksit, dhe po ashtu nuk janë marrë parasysh se botoksi nuk është vetëm për çështje estetike, mirë po përdoret edhe për çështje mjekësore në disa aplikime. Prandaj pati shumë kritika për atë njoftim. Gjithsesi, ai ishte vetëm njoftim, pra nuk ishte ndonjë vendim. Okej, ka qenë si paralajmërim që pastaj u tërhoq, mbetet me u rregullu kjo çështje me udhëzimin e ri administrativ, mirë po deri më tani nuk ka diçka. E deri atëherë edhe ndoshta në marketet e Kosovës kryhet ky shërbim, me sa po shohim aq shumë po e kryjnë gjithë, themi kështu, vetëm nëse ke një talent mund ta bësh, që në fakt është e rrezikshme, sepse po shohim edhe nga efektet anësore kohë pas kohë në rrjetet sociale. Patjetër që po. E thash se nuk e rrezikon vetëm shëndetin, por mund ta rrezikojë edhe jetën. Po. Për fund, Bujar, tashmë po i afrohemi shumë datës së zgjedhjeve, 28 dhjetorit, a ka mbet ndonjë profesionist shëndetësor pa qenë lista? Që ta relaksojmë pak këtë bisedë. Po. Kam pas shumë numër të madh mjekëve, ndoshta është numri më i madh i mjekëve që unë kam pa në listat e partive për deputet, se sa ka ndodhur më herët. Nuk e di, ndoshta është, si më thonë, një kampanjë e partive politike për të mbledhur sa më shumë mjek, në mënyrë që të, si më thonë, mbledhin edhe elektoratin ose pacientët e tyre, të mbledhin vota për partitë e tyre. Kjo sa është mirë, si me thane, ka të mirën edhe të keqen, sepse mjekët konsideroj që duhet të fokusohen në profesionin e tyre, të, si me thane, shfrytëzojnë ekspertizën e tyre në të mirë të pacientëve, të jo në politikë. Mirë po në anën tjetër, kemi nevojë po ashtu edhe për mjek në politikë, në mënyrë që të ngriten çështjet dhe problemet e shëndetësisë, sepse shëndetësia është pak më komplekse, jo gjithë njerëzit mund ta dinë në thellësi problemet e tyre, dhe konsideroj që mjekët janë ata që i dinë më së miri problemet e shëndetësisë me cilat përballen çdo ditë me pacientët, me mungesën e banave, të pajisjeve, infrastrukturës, e gjitha ato që ka nevojë shëndetësia. Prandaj konsideroj që mjekët mund të japin kontributin e tyre, mirë po ajo pjesa që më bëri qesh është se numri i madh i tyre i pash në listat e partive. Të paktën secila kategori ta ketë një përfaqësues të mirë që ta arrijë që t'i shfaq këto problemet. Bujar, unë të falenderoj shumë për këtë paraqitje drejt për drejt edhe këto informacione, sepse ishte me të vërtetë rëndësishme edhe ky alarm që keni ngrit ju, që të kenë kujdes edhe pacientët të zgjedhin klinikat edhe për trajtimin pas asaj ndërhyrje. Kështu që të falenderoj shumë. Atje drejta, faleminderit juve për ftesën.